تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me dy kapitujt fundit të librit të namazit, dhe është kapitulli para fundit ku thot autori rahimahullah babu salatil kusuf, kapitulli namazit të eklipsit, kapitulli I namazit të eklipsit. Dhe ky namaz është namaz domethënë me shkak, domethënë është namaz me shkak, dhe shumica e dietarëve, xhumhuri I dietarëve domethënë thonë se është sunnetun muakkada, suneti I fortë ose suneti I theksuar kur ndodh domethënë eklipsi diellor ose edhe eklipsi I hënës. Hadithin e parë që ka sjell këtu autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah, që është respektivisht hadithi 490 në renditjen e këtij librit, thot Ibn Abdul Hadi an Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. Transmeton sahabiu I nderuar Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu se ndodhi eklipsi diellor gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ishte domethënë ajo ndodhi në ditën që vdiq biri I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ibrahimi. Dhe njerëzit thanë ndodhi ky eklipsi diellor për shkak vdekjes së Ibrahimit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, me të vërtet dielli dhe hëna janë shenja prej shenjave të Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk ndodh eklipsi I tyre për vdekjen e ndonjë personit ose për lindjen e tij. Pra kur t'i shohni ato, lutuni Allahut dhe faluni derisa të largohet domethënë ajo që u ka ndodh. Këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka sjell këtë hadith, si është hadithi I parë në këtë kapitull, që me tregu domethënë se nuk është përmendur çështja e hutbes, që është kjo një domethënë formë prej formave të faljes së namazit, qoftë ai eklipsi diellor ose eklipsi domethënë të hënës. Dhe ajo që është e saktë e transmetuar se eklipsi diellor gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur vetëm një herë. Një herë domethënë sahabët ridwanullahi alehim e kanë fal namazin domethënë të eklipsit bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo ka qenë eklipsi diellor e jo ajo të hënës. Që do të thotë domethënë eklipsi I hënës nuk ka ndodhur që të falet domethënë namazi për eklipsin e hënës nuk ka ndodhur që të falet gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka përmend Ibn Hibani rahimahullah se është falur edhe eklipsi I hënës në vitin e 5 pas hijretit, por është domethënë është fjalë ose mendim I dobët, është mendim I dobët në lidhje me eklipsin e hënës. Por namazi domethënë është I njëjtë. Këtu domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë domethënë se kur ta vreni një gjë e tillë, eklipsi, qoftë ai eklipsi diellor ose ai të hënës, fad'u Allah, lutuni Allahu subhanahu wa taala, wa sallu dhe faluni. Pra domethënë don me tregu Ibn Abdul Hadi rahimahullah
se nuk ka urdhëruar këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mbahet hutbia. Dhe kjo është mendimi i xhumhurit të Malikive, Hanefive, Hanabila, por e Shafi'ia dhe në krye të tyre Imam e Shafi rahimahullah thot, po është e ligjshme që të bëhen domethënë dy hutbe. Po domethënë dy hutbe, domethënë ndahet hutbia, domethënë në dy pjesë, të ndahet domethënë në hutbia në dy pjesë. Ka disa prej Hanefive që kanë thënë se ky namaz domethënë është wajib. Është wajib domethënë në mënyrë individuale. Dhe disa prej dietarëve, sidomos në kohën tonë Imam Uthejmini rahimahullah, kanë thënë se ky namaz është fard el kifaya. Farz domethënë kolektiv. Po e bënë një pjesë të muslimanëve, bie ajo obligimin nga të tjerit. Dhe do e shohim në fund, duke se do jetë hadithi i fundit këtu, shkaku se pse e ka mendimin Imam Uthejmini rahimahullah se është fard el kifaya, e nuk është domethënë as farz el ain, e as domethënë sipas Sheikh Uthejminin rahimahullah as sunnatun muakkada. Dhe ku falet ky namaz? Ky namaz domethënë falet në xhami ose në musalla. Kjo është domethënë mënyra më e mirë. Dhe lejohet po ashtu edhe të falet në shtëpi, në mënyrë individuale. Nëse s'mrin njeriu domethënë me shku, atëherë bën sprish punë domethënë me e fal këtë namaz edhe në shtëpinë e tij dhe të lutet Allahu subhanahu wa taala që kjo të largohet. Dhe është përmend thot Sheikh Zejdi rahimahullah, shkaku ose urtësia është ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ato të dy domethënë dielli dhe hëna janë min ayatillah, janë prej shenjave të Allahut, prej krijesave të Allahut, yukhawifu Allahu bihima ibadah. Allahu domethënë me to, me këtë eklipsin diellor domethënë ose të hënës, i frikson domethënë robërit e tij, tjetë një lloj domethënë përkujtim për ata, që ata të pendohen dhe të largohen prej mëkateve dhe të kthehen rrugës së drejtë. Domethënë kjo është urtësia të eklipsit, qoftë ai të diellit ose të hënës. Që njerëzit domethënë përkujtohen, të marrin mësim dhe të kthehen dhe të braktisin domethënë mëkatet. Sa i përket thot Sheikh Zejdi rahimahullah, el kusuf au khusuf, kaf ose kha, të dyja domethënë përdoren thot Sheikh Zejdi rahimahullah edhe për diellin edhe për hënën. Dhe kjo është e vërtetuar domethënë bazë të fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Sheikh Zejdi rahimahullah ka mendimin se namazi kusufit ose khusuf është sunnetun muakkada. Pasaj hadithi i radhës, që e përmend këtu Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah 491, ku thot an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jahara fi salati al-khusuf bi qira'atihi fa salla 4 rak'atin fi rak'atayn wa 4 sajadat muttafaqun alayhi. Nana e besimtarve Aisha radhiyallahu anha transmeton se pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam kur e fali namazin e khusufit ose e kusufit, lexoj domethënë me z. Lexoj domethënë leximin e bëri domethënë me z, në ato 2 recate. Dhe i fali domethënë në 4 i bëri 4 ruku'. Do thoni namazi ishte 2 recate, në recatin e parë 2 ruku', dhe po ashtu edhe në recatin e dytë 2 ruku'. Në vend domethënë 1, këtu domethënë i fali pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fali në këtë mënyrë. Dhe kjo është mënyra domethënë që e kanë mendimin se është mënyra më e mirë dhe më e saktë te shumica e dietarëve. Abu Hanifa rahimahullah thotë se namazi falet domethënë sikurse nafilja, 2 recate. Sikurse nafilja, do thonë në mënyrë identike, pa 2 domethënë ruku' në recatin e parë, por me 1 ruku', edhe vazhdon domethënë edhe 4 sejdë. Që është domethënë normal. Në recatin e parë i bën 2 sejdë, pastaj çohet në recatin e dytë, i bën aty pas leximit 2 ruku,
edhe kur shkon në sejdë i bën 2 sejdë, kjo është domethënë ajo më e sakta që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka sjell këtë hadith këtu që me tregu se është e pëlqyer gjatë namazit të kusufit që imami me lexu me za. Po lexoj pa za, në rregull është namazi. Nëse ka mendimin se mos me lexu me za, është e pëlqyer me istihbab. Për shembull ndodh rrethana ka probleme me fytin ose diçka tjetër, domethënë ti prej mrapa mos i bërtit atij, domethënë, që demek me përkujtu tash, ky me fillu me lexu me za. Jo. Bën domethënë, është mustahab, domethënë bas këtij hadithit të nënës së besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, që me lexu domethënë me za. Dhe ky është mendimi, domethënë Imam Ahmedi rahimullah me këtë mendim veçohet. Prej 4 medhhepeve, domethënë Hanefia, Hanabila, Shafi'ia, Ahnaf, Imam Ahmedi veçohet për atyve me këtë mendim, domethënë që për eklipsin diellor ose të hënës me lexu imami domethënë me zë të lartë që të dëgjohet. Këtë mendim prej dietarëve të mëdhej, po ashtu ka pas edhe Imam el-Bukhari. Por në krahasim me medhhepet, në mesin e 4 medhhepeve, është Imam Ahmedi rahimullah, domethënë me këtë mendim. Kurse gjumhur të tjerit e kanë mendimit se nëse është eklipsi diellor, atëherë e lexon imami domethënë pa za. E nëse është eklipsi i hënës, sepse zakonisht eklipsi diellor ndodh gjatë ditës dhe nafile domethënë pa za. E nëse është eklipsi i hënës që zakonisht ndodh gjatë natës, atëherë e lexon me zë të lartë. Kjo është dallimi domethënë të xhumhurit, që xhumhuri bën dallim mes eklipsit të diellit dhe eklipsin domethënë të hënës. Dhe Sheikh Zejdi rahimahullah thot se ky hadithi Aishës radhiyallahu anha aludon domethënë për një mënyrë prej mënyrave domethënë të namazit që falet domethënë gjatë eklipsit diellor ose të hënës, që ajo domethënë është me 4 ruku brenda 2 recateve dhe me 4 sejdë. Dhe kjo është mendimi thotë Sheikh Zejdi rahimullah, mendimi i xhumhurit të dietarëve. Pastaj e përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah hadithin tjetër të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma qal in khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام طويلا ثم وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط متفق عليه. Ky hadith madhështor që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka ndodhur eklipsi diellor gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tregon domethënë formën se si e ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e eklipsit diellor, që u përmend domethënë te hadithi Aishës radhiyallahu anha 2 recate me
2 ruku në reqatin e parë dhe 2 ruku në reqatin e dytë dhe normal ka 2 sejdë në çdo reqat. Qëndrimi këtu tregohet sa ka qëndruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në fillim kur ka hyrë në namaz, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka lexuar aq gjatë për një kohë sa ka qëndruar aq gjatë në këmbë sa me lexu suratul Baqara. Sa me lexu në suratul Al-Baqara. Pastaj edhe rukun, kur ka shku në ruku, ka qëndru gjatë. Pastaj është ngritur prap lart, është drejtu. Prap ka qëndruar gjatë, po nuk ishte ai qëndrimi aq i gjatë sikurse në qëndrimin të parë. Flasim të reqati i parë, Nuk ishte sa sura Al-Baqara, por pak më shkurt. Kështu është edhe qëndrimi në reqatin e dytë, ato 2 qëndrimet në reqatin e dytë janë më të shkurtra se qëndrimet në reqatin e parë që kanë qenë. Çdo qëndrim ka qenë më i shkurtër se ai i pari, Më i shkurtër dhe më i shkurtër, por tregon se megjithatë ka qenë një namaz shumë të gjatë që ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka vazhdu kështu dhe kur ka dalë nga namazi, dielli është bërë i dukshëm. Është duk dielli Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, me të vërtet dielli dhe hëna janë shenja prej shenjave të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk bëhet eklipsi i tyre për shkak vdekjes së dikujt ose për shkak lindjes së tij. Pra kur ti shihni ato këtë ndodhi, atëherë përmendeni Allahun subhanahu wa taala. I kanë thënë sahabët ridwanullahi alejhim dhe kjo tregon se sahabët ridwanullahi alejhim e kanë përcjell, e kanë vëzhgu çdo lëvizje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kështu me mësu fen nga ti. Sepse pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë: "Sallu kema ra'aytumuni usalli", faloni ashtu siç më keni pa mua të falem, në mënyrë të përpikt. Edhe këtu kanë vrejt sahabët ridwanullahi alejhim diçka që s'ka qenë ndoshta e zakonshme. Dhe i kanë thënë: "O i dërguari i Allahut, të pam që e zgjate dorën sikur se deshte të kapish diçka." Të pam bëni një lëvizje me dorën, sikur se don të kapish diçka, të marrësh diçka. Po pastaj pas kësaj të pam se u tërhoqe mbrapa. Njerë sikur se deshte të kapish diçka, pastaj u tërhoqe. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: "Unë e pash xhennetin, dhe desha me mor në rush prej tij. Po ta kisha marr, do të kishit ngrënë prej tij sa të ishte kjo dunja." Po ta kisha marr, do të kishin ngrënë ti asaj rushit, deri sa të ishte kjo dunja. Dhe më është treguar zjarri i xhehenemit. Dhe nuk kam parë kur një pamje më të frikshme se ajo që pash sot. Dhe pash se shumica e banorëve të saj ishin gra. Atëherë sahabët ridwanullahi alejhim që kërkojshin kuptim me kuptu çështjen në hollësi dhe në detaje, i thanë: "Pse o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam?" Atëherë ai u përgjigj sallallahu alaihi wasallam: "Për shkak të mohimit të tyre." Sahabët ridwanullahi alejhim pyetën: "A mohojnë Allahun? A mohojnë gratë Allahun? Bojnë kufër dhe Allahut subhanahu wa taala?" Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mohojnë bashkëshortin dhe mirësinë." Mohojnë bashkëshortin dhe mirësinë, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, nëse i bësh ndonjë gruaje gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës të mira, pastaj sheh ajo diçka prej teje që nuk i pëlqen asaj, atëherë thot: "Nuk kam parë kur ndonjë të mirë prej teje." Abdullah, gjithë mirat ja bon, njëherë ju të rashapojës, nuk e di si e kini punët, njëherë edhe thot të as njëherë nuk kam pa do një të mirë prej teje. Kjo tregon për llojin e grave. Kjo tregon lloj, jo që çdo gru ka me qenë prej banorëve ose është që i ka këto tipare që e mohon bashkëshortin dhe të mirat e tij dhe mirësinë e tij. Jo. Po tregon për llojin e grave.
Do thonë ky hadithi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, dhe kjo tregon renditjen të mrekullueshme nga autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah. Tregon domethënë renditje të mrekullueshme nga Ibn Abdul Hadi rahimahullah, që një herë e ka sjell hadithin të Aishës radhiyallahu anha, që tregon domethënë në mënyrë të përgjithshme namazin e kusufit, e eklipsit. Pastaj e sjell hadithin më një herë të Abdullah ibn Abbasit, që e tregon në mënyrë të detajuar se si e ka fal atë namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë Sheikh Zeidi rahimahullah se ky hadith tregon domethënë për qëndrimin të gjatë dhe leximit të gjatë domethënë në këtë namaz. Po ashtu edhe ka disa mu'gjizat këtu, që e para është thotë Sheikh Zeidi rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa xhennetin dhe po ashtu edhe zjarin, dhe është domethënë gëzu me pamjen e tij të xhennetit, por edhe është friksu domethënë nga pamja të zjarit, dhe prandaj domethënë është kthy, është tërhoq domethënë për mrapa. Çështja e dytë, thot mu'gjiza e dyta, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, se këtu tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shumica e banorëve të zjarit do të jenë domethënë gra, dhe ka treguar domethënë shkakun ose sebepin për shkak se ata e mohojnë domethënë bashkëshortin, bashkëjetesën, dhe po ashtu edhe mirësinë nga ana e burrit. Dhe thot po ashtu Sheikh Zeidi rahimullah se këtu tregon domethënë hadithi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma se në rekatin e dytë domethënë lexon ose qëndron më pak se në rekatin e parë, qëndrimi dhe leximi. Po ashtu thot Sheikh Zeidi rahimahullah se ky hadith aludon se xheneti dhe xhehenemi janë dy krijesa që tash janë domethënë tu ekzistu, që ekzistojnë. Dhe po ashtu tregon domethënë thot Sheikh Zeidi rahimahullah se është e ligjshme domethënë kur ndodh eklipsi diellor apo ai të hënës, që njeriu domethënë me bë dhikr, me përmend Allahun subhanahu wa taala, të pendohet, dhe po ashtu edhe me bë sa më shumë istighfar. Edhe ky ka qenë rekomandimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu është nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla fil kusuf قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها رواه مسلم وفي لفظ له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري رحمه الله أنه قال أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. Ky hadith tregon nga Abdullah ibn Abbas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal namazin e eklipsit diellor, dhe këtu transmetohet se kanë qenë 4 ruku' në rekatin e parë dhe 4 ruku' në rekatin e dytë. Do thonë transmetimi i parë nga Aisha radhiyallahu anha dhe po ashtu të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma tregon se kanë qenë ka 2 ruku'. Në rekatin e parë 2 ruku', në rekatin e dytë 2 ruku'. Këtu ky hadith na mëson se janë 4 ruku' në rekatin e parë, 4 ruku në rekatin e dytë. Do thonë 8 ruku gjithsesi. 8 ruku do më thonë në gjithsesi. Dhe 4 sejdë. Sikurse edhe forma e parë, edhe këtu ke kjo forma, dallimi është domethënë vetëm te rukut. Që në formën e parë u përmendën 4, 2 në të parin, 2 në të dytin, këtu përmendën 8. 4 në rekatin e parë, 4 në rekatin e dytë. Edhe këtë ka transmetuar po ashtu Imam Muslimi rahimahullah, dhe një gjë e tillë domethënë edhe nga Aliu radhiyallahu anhu. Por Imam Tirmidhi rahimahullah transmeton nga shejhu i tij Imam al-Bukhari rahimahullah se Imam al-Bukhari ka thënë:
Ajo që është më e sakta tek una në lidhje me këtyre rivajeteve, se Sheikh Zejdi rahimullah thot se eklipsi diellor ka ndodhur vetëm një herë në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë. E si tash, do thonë një herë përmendet 4 ruku gjatë 2 recateve, këtu përmendet 8 ruku gjatë 2 recateve. Ajo që është domethënë me dal prej kësaj është fjala e Imam el-Bukhariut rahimullah që ka thënë domethënë nga rivajetet që ekzistojnë në lidhje me formën e këtij namazit, ajo që është më e sakta është 4 ruku. 4, do thonë 2 në rekatin e parë, 2 në rekatin e dytë. Dhe ajo është forma do thonë që është përmend në hadithin e Aishës radhiyallahu anha dhe po ashtu në hadithin e parë të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Pastaj hadithi 494 e transmeton Aisha radhiyallahu anha anna shamsa khasafat ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. Tregon këtu po ashtu nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha se ndodhi eklipsi diellor gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njerëz një thirrës duke thënë, duke domethënë i thirr njerëzit me këtë fjalë, es-salatu jami'a. Domethënë mblidhuni për namaz ose namazi me xhamat. Kjo ku thuhet? Es-salatu jami'a, ku thuhet? Thuhet domethënë në një vend ku është lart, që dëgjojnë njerëzit, ose në për rrugët. Sa herë përsëritet, aq sa mendon thirrsi domethënë se ka nevojë. Domethënë do shta thot 3 herë, do shta 4 herë, do shta 5 herë. Derisa mendon domethënë se njerëzit e kanë marrë vesh. Në bazë të kësaj pjesës të hadithit, fa ba'atha munadiyan, dhe dërgoi pejgamberi alayhi salatu wasallam një thirrës që me thirr në mesin e njerëzve, në mesin e muslimanëve es-salatu jami'a. Imam Uthaymin rahimullah bazohet në këtë pjesë të hadithit se namazi është fard kifaya, se po të ishte sunna vetëm, s'kishte nevojë me dërgu një thirrës që me i thirr njerëzit dhe me i lajmëru njerëzit dhe me informu njerëzit që me shku në xhami dhe me fal namazin. S'kishte nevojë. Po meqenëse është fard kifaya, do të thonë obligim kolektiv, atëherë do të thonë dërgohet thirrsi edhe, siç e tham, do të thonë në nivel më të lartë ose edhe në për rrugët. Dhe u mblodhen dhe doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe bori tekbirin dhe i fali këtu 4 ruku në 2 recate me 4 sejdë. Do thonë njëjtë që përmend pak më para. Do të thonë 2 recate, në recatin e parë 2 ruku, në recatin e dytë po ashtu edhe 2 ruku tjera dhe me ka 2 sejdë në çdo recat. Kjo është sa i përket namazit, do të thonë të kusufit dhe këtij kapitullit. Pastaj kapitulli i fundit që ka përmend këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah te kapitullit e namazit, në librin e namazit do të thonë, është kapitulli 19 dhe po ta shohim do të thonë tash vetëm për namazin ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah rreth 500 hadithe që tregon thonë për vlerën dhe pozitën e namazit në Islam. Se libri El Muharrar është rreth 1300 hadithe, pak më shumë. E tash do të thonë, shikoni sa përqindje e madhe, se tash ne mos kena fillu librin e zeqatit, librin e agjerimit, librin e haxhit, edhe libra tjera do të thonë, libri i shitblerjes. Do thonë, kjo tregon për vlerën dhe rëndësinë, do më thonë, që musliman do thonë tjenë në dijeni për pozitën e namazit dhe për rregullat e namazit. A janë ato namazet e bajrameve, a janë ato eklipsit diellor, ose namazit do më thonë ku njeriu lutet i kërkon Allahu subhanahu wa taala për merashi, namazi xumas, namazet i drekës, i kindis, i akshamit, i yatsis, i fexhrit, se si falen ato. Thot Ibn Abdul Hadi rahimullah, babu salat al-istisqa,
kapitulli namazit të kërkimit për shi. Kapitulli namazit të kërkimit për shi. Po ashtu edhe këtu shihet domethënë qartë mençuria dhe dija e autorit rahimahullah. Se ky namaz, namazi i istisqa, është po ashtu një prej namazeve që bëhet me shkak. Sikurse edhe që bëhet namazi i eklipsit diellor ose të hënës me shkak kur ndodh një dodhije e tillë, edhe ky namaz është domethënë namaz me sebeb. Pa me pas sebeb dhe nevojë nuk bëhet ky namaz. Por patjetër domethënë me pas sebeb dhe nevojë. E përmend këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah hadithin 495, ku thot an Ishaq ibn Abdillah ibn Kinana قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس يسأله عن صلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني. Tregon Ishaq ibn Abdillah se e ka dërguar një pushtetar për pushtetarve tek Abdullah ibn Abbasi me e pyetur për ose rreth namazin të istisqa, domethënë për kërkim të shijut. Dhe kjo el istisqa domethënë që njeriu t'i lutet Allahut subhanahu wa taala për me ra shi. Kjo është e drejta e Allahut subhanahu wa taala. Njeriu nuk i lutet, nuk i drejtohet yjeve. As nuk mendon dhe nuk beson se ata e sjellin shiun. Por ai i cili e sjell shiun është Allahu subhanahu wa taala. E nëse dikush mendon se ato yjet në mënyrë të pamvarur e sjellin shiun ata, ka bërë shirk të madh në rububia. E nëse mendon se janë sebeb që nuk është sebeb sheriatikisht i lidhshëm, atëherë ka bërë domethënë shirk i vogël. Çështja është domethënë e rrezikshme. Kërkohet shiju vetëm nga krijuesi i shijut, i cili është Allahu subhanahu wa taala, jo prej krijesave. Ato hana, dilli, hyjet, çfarë do qoftë, janë krijesa. Nuk kërkohet prej krijesave, por prej krijuesit Allahu subhanahu wa taala. Tregon Abdullah Ishaq ibn Abdillah se më dërgoi domethënë Abdullah ibn Abbasit më dërgoi një pushtetar për pushtetarëve te Abdullah ibn Abbasi, që ta pyes domethënë për namazin e istisqa. Atëherë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu më tha, çka e pengoi atë, që ai vetëm më pyet mua. Vetëm më pyet domethënë mua. Atëherë i ka tregu domethënë se kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an, mutabaddilan, mutakhashiyan, mutarassilan, mutadarri'an, fa salla rak'atayn kama yusalli fi al-'Eid. Lam yakhtub khutbakum hadhihi. Tregon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli për namazin e shijut i për ulur, ose duke qenë modest, me veshje të thjeshta, me për ulsi dhe frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke ecur ngadalë dhe duke bërë domethënë lutje. Ai i fali 2 rekate ashtu siç e falte namazin e Bajramit. Dhe nuk mbajti hutben që ju mbani sot. Dhe nuk e mbajti hutben që ju mbani domethënë na sot. Ibn Abdul Hadi rahimahullah e ka sjell këtë hadith, domethënë që më tregu se është i pëlqyer namazi i istisqa, i kërkimit të shijut. Por nëse ka domethënë na nevojë. Dhe kjo është mendimi domethënë të Imam Malikut, Imam Shafiut dhe Imam Ahmedit rahimahullah. Ebu Hanifa rahimahullah ka mendimi domethënë se nuk ka namaz për istisqa, por faqat dua, vetëm lutje po njeriu. Dhe kjo është njëra prej formave që do e shohim domethënë në fund, hadithi i fundit është. Vetëm lutje të lutesh për istisqa, për shi. I lutesh Allahu subhanahu wa taala për me ra shi. Do thon Hanefit ose Abu Hanifa rahimahullah thot nuk ka namaz domethënë, por vetëm domethënë na lutje. Kurse Malikit, Shafit dhe Hanabila e kanë mendimin domethënë se ka namaz domethënë është 2 recate domethënë dhe falet në atë formë siç falet namazi i Bajramit. Në atë formë domethënë siç falet namazi i Bajramit, që është domethënë
Në rekatin e parë 7 tekbire, kurse në rekatin e dytë 5 tekbire. Dhe kjo është mendimi domethënë i xhumhurit. Kjo është mendimi domethënë i xhumhurit. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se el istisqa, namazi i lutjes për shiut, ka disa forma. Ose kjo domethënë si zbatohet. Ka disa forma, nuk është vetëm forma që zbatohen në formë të namazit, siç është vepruar domethënë këtu në transmetimin e Abdullah ibn Abbasit radiyallahu anhuma. Hadithi i radhës 496 عن عائشة رضي الله عنها قالت شكت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. Këtë transmeton Abu Davuti rahimahullah. Tregon Aisha radiallahu anha se njerëzit ju ankuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për thatësi, për mungesën e shiut. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që të vendoset një mimber në një vend, do të thonë jashtë xhamisë, dhe caktoi një ditë në të cilën njerëzit do të dilnin për ta falur namazin. Kur doli një ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli nga shtëpia kur u shfaq rrezja e parë e diellit dhe u ul mbi mimber dhe e madhëroi Allahun subhanahu wa taala dhe lavdroi. Dhe pastaj tha: "Ky është shkaku, domethënë shkaku pse ka sill Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith këtu, që më tregu domethënë kur është koha e namazit ku njeriu i lutet Allahun subhanahu wa taala për shi. Është domethënë sikur se koha për namazin e Bajramit, kur dielli domethënë ngritet të sa një shtis. Atëherë domethënë është koha, domethënë kur largohet respektivisht kur largohet domethënë koha e ndalesës, që është ndaluar domethënë me fal namazin, atëherë domethënë është e ligjshme të falet ky namaz dhe po ashtu ky hadith është argument se këtu kushtëzohet leja nga sultani, nga pushtetari për këtë namaz. Sepse ato njerëzit domethënë erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ankuan për këtë çështje dhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pushtetari në Medinë, u caktoi kohën, vendin që të dalin ata dhe ta falin atë namaz. Do thonë kjo kur bëhet në këtë formë, në këtë lloj domethënë me namaz e kështu me radhë, është domethënë është kusht domethënë leja nga pushtetari. Dhe kjo edhe në Saudi domethënë po ta shohim se kur falet namazi el istisqa domethënë vjen urdhër domethënë nga shteti që të gjitha xhami domethënë ta falin në namazin e el istisqa. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
U thot pastaj, kur është ullur mbi minber dhe domethënë e ka lavdruar Allahun subhanallahu te dhe ka madhëru, u ka thënë njerëzve, domethënë ju jeni anku domethënë për thatësinë në vendin tuaj dhe vonesën e shiut, domethënë. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju ka urdhëruar që t'i luteni dhe u ka premtuar domethënë se do ju përgjigjet. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yawmiddin, la ilaha illa Allah, yaf'alu ma yurid, domethënë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe vepro çka do ai. Edhe ka thënë domethënë Allahumma anta Allah, la ilaha illa ant, o Allah ti Allahu dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, ti je i pasur dhe ne jemi të varfër, pra zbrit domethënë shim mbi neve dhe bëra atë forcë për neve dhe furnizim për një kohë të caktuar. Dhe i ka ngritur duart pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aq shumë sa që domethënë janë dukur domethënë nën sqetullat, e bardha nën sqetullave. Dhe po ashtu domethënë edhe e ka domethënë e ka kthy ose ka ndryshuar domethënë edhe rrobën që ka pas, edhe pas kësaj është kthy ka njerëzit dhe i ka falë domethënë në 2 recate. Pas kësaj domethënë me njëherë është vrejt domethënë se si formohen, se si Allahu subhanahu wa taala ka kriju re, edhe ka ndodhur domethënë që ka ra shi dhe nuk ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kthehet në xhaminë e tij, për vetëm se domethënë në rrugët kanë qenë të mbushura me ujë. Saqë domethënë njerëzit kanë filluar të strehohen domethënë nga shiu. Njerëzit domethënë kanë kërku, pastaj domethënë janë strehu dhe kur e ka pa një gjë tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qeshur, saqë domethënë janë duke dhëmat mbrapa domethënë dhëmballët nga gëzimi domethënë dhe veprimi që kanë vepruar domethënë muslimanët, sahabët ridwanullahi alejhim. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, dëshmoj se Allahu është i gjithfuqishmi dhe unë jam robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket formës së namazit, se falet sikur se namazi i Bajramit, do thënë në rekatin e parë 7 tekbire, në rekatin e dytë 5, edhe po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është e preferuar të lexohen të njëjtat sure që lexohen domethënë në namazin e Bajramit, ose gjatë namazit të Bajrameve, domethënë a është namazi fitr Bajramit ose të Kurban Bajramit, që është domethënë në rekatin e parë Sebbih isma rabbikel a'la dhe në rekatin e dytë Hel atake hadithul ghashiyah. Kjo përmendet domethënë kjo mënyra domethënë e kthimit të rrobës, që thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që me e qu domethënë atë pjesë të rrobës që është në krahun e djathtë, me e qu në krahun e majt. Dhe ajo që ka qenë në krahun e majt, me e qu në krahun e djathtë. Dhe ajo që ka qenë domethënë te barku nëse është, me e qu domethënë në mbrapa, te shpina. Kjo është domethënë urtësia ku qëndron këtu, ndryshimi i gjendjes. Se njeriu tash kërkon shi për Allahut subhanahu wa taala dhe është pozitiv. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dash pozitivitetin. Me ndryshu domethënë gjendjen që kështu edhe me ndryshu pastaj me lenin Allahut subhanahu wa taala që më ra edhe shi. Ajo se realisht kjo ngritja e durve që do shohim tash në hadith, ose që u përmend domethënë i kanë ngritur duart pejgamberit alayhi salatu wasallam, sa janë pa domethënë e bardha në sqetullave. Ajo që kena pa Sheikh Abdullah al-Bukharin hafidhahullah në Medinë, kur e ka bën një gjë e tillë domethënë gjatë hutbes, në fund hutbes të xumas, ka qenë domethënë ngritja e durve kështu. Edhe do shohim në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë domethënë i ka ngrit në mënyrë domethënë e dukshme duart. Që nuk është domethënë ngritje e tillë, se normal zakonisht kjo është
që me qenë domethënë duart e njeriut kur I lutet Allahu subhanahu wa taala në këtë gjendje. Ama te namazi ose te çështja e lutjes për shi, kur I lutet Allahu subhanahu wa taala robi, atëherë I ngrit duart në këtë formë. Në këtë formë, do thonë kena pa shehun ton, Sheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah. Edhe thot këtu, hadithi radhës, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه. Tregon Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndodhte që mi ngrit duart e tij gjatë lutjes kur e bonte, për vetëm se kur luteshte për shi. Edhe ndodheshte domethënë aq shumë me ngrit sa që domethënë në të duket e bardha e nën sqetullave. Dhe hadithi është muttafaqun alej. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, al-allama al-faqih Sheikh Zejdi rahimahullah thot, nga ky hadith nuk kuptohet se nuk është e ligjshme edhe jashtë lutjes për shi mos me ngrit duart, domethënë. Po bën domethënë është e ligjshme domethënë që robi edhe në situata të ndryshme me ngrit duart domethënë duke pas të ngritur edhe ti lutet Allahu subhanahu wa taala. Por këtu është për qëllim, thoshte Zeid rahimullah fjala e Enesit radiallahu anhu, se I ka ngritur pejgamberi alayhi salatu wasallam në mënyrë domethënë të lartë dhe të dukshme, që në këtë mënyrë vetëm ka ndodhur kur është lutur për shi, për ndryshe domethënë ka qenë kjo forma parafërsisht. Sepse e përmend Sheikh Zejdi rahimullah hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu subhanahu wa taala turprohet që me ja kthy kur robi I tij I ngrit duart I lutet Allahu subhanahu wa taala dhe me ja kthy atij bosh, të zbrasta. Kjo do të thonë se është e ligjshme. Është e ligjshme të thonë ngritja e duarve në situata të ndryshme, sidomos do të thonë kur njeriu ka ndonjë nevojë e ndonjë rast e kështu me radhë. Edhe kjo ngritja e duarve për el istisqa është domethënë e pëlqyer, është e pëlqime që një gjë e tillë të veprohet. Dhe pastaj hadithin tjetër që e transmeton Ibn Abdul Hadi rahimullah 498, po ashtu nga Enesi radiallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah min babin nahwa dar al-qada. Edhe kjo domethënë po të shohim hadithe këtu, edhe hadithi Aishës radiallahu anha, domethënë këto raste, këto lajme dhe informacione që po I morim dhe I mësojmë nga këto hadithe, janë domethënë aq të freskëta, si ishte në Medinë, erdhën njerëzit u ankuan te pejgamberi alayhis për thatësi dhe ndodhi kështu dhe hynin në xhami dhe bënë kët dhe kërkojnë minber dhe ul. Kjo tregon domethënë për saksinë e kësaj fesë, për madhështinë e kësaj fesë. Domethënë këta gjëra sigurisht se ndje ka ndodhur, aq të freskëta na vinë neve. Këtë gjë domethënë nuk është gjë e rëndomt kështu. Duhet ta vlerësojmë shumë dhe ti faleminderojmë Allahu subhanahu wa taala për këtë dhunti dhe mirësi. Edhe këtu e njëjta gjë, domethënë te hadithi Enesit radiallahu anhu ku thotë Enesi, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'a min babin nahwa dar al-qada. Thotë Enesi radiallahu anhu se ditës së xumas hyni një person në xhami nga dera domethënë ku ishte shtëpia e gjykimit, nga asaj ane domethënë. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Kurse I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam qëndronte në minber dhe e bonte hutben, e mbante hutben. Do thonë shikoni Enesi radiallahu anhu si tregon hyrja ai nga dera ku është afër domethënë derës së drejtimit të shtëpisë së gjykimit. Kurse në anën tjetër pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte do thonë në minber dhe mbante hutben. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ثم قال
اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ولا نرى في السماء من سحابة ولا قزع وما بيننا وبين صلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلك الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب والبطون الأدوية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. Do më thonë, tu ai njeriu do më thonë, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, pasuritë janë shkatruar, familjet kanë mbetur të uritur, lutju Allahut që të na jap shi, që me zdret shi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngriti duart dhe tha: o Allah, na jep shi, o Allah, na jep shi. Thotë Enesi radiallahu anhu, pasha Allahun, në atë moment nuk kishte as një re në qiell, as edhe një grumbull i vogël, dhe mes nesh dhe malit sel nuk kishte as një shtëpi apo ndërtesë që na pengonte pamjen. Pa pritur mas malit sel u formua një re, dhe kur arriti ajo në mesin e qiellit, do të thonë filloi me rashi. Filloi do të thonë me rashi. Dhe kështu thotë Enesi radiallahu anhu, pasha Allahun, për një javë ditë, deri xhuman tjetër, do të thonë nuk e pa më dillin. Do të thonë ka rashi gjatë gjithë javës. Do të thonë këta qafirat me pyet para 100 vjet me ditë kur ka rashi, çish ka ra, nuk din asnjë sen. Kuptu tash vlerën e fesë tonë? Kjo është do të thonë madhështora. Të do në mënyrë të përpikt e tregon Enesi radiallahu anhu se sa ditë ka rashi. Pastaj xhuman tjetër, prap ka ardhur një njeri dhe ka hyrë nga e njëjta derë ku hyri ai i pari. Dhe i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, janë shkatruar pasuritë, tash do të thonë nga uji i bollshëm, nga atë shumë ujë që ka pas. Edhe janë blloku rrugët. Lutja Allahut subhanahu wa taala që kjo të ndalet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ngritur duart dhe i është lutur: o Allah, mbi ne, o Allah, jo mbi ne, por për rreth nesh. O Allah, jo mbi ne, por për rreth nesh. O Allah, në kodrat, në malet, në barkun e luginave dhe në vendet ku mbin pemët. Thotë Enesi radiallahu anhu, dhe nuk ndodhi që ne dolëm ka xhamia, do më thonë mas gjumas, e vetëm se dilli kishte dal. Këta do më thonë që i kanë pa sahabët ridwanullahi alejhim. Këto muajizat që i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasallam me lenin Allahu subhanahu wa taala. Këta do më thonë që i kanë pa ata. I kanë pa. Kanë argumente për saktësinë e kësaj fesë. Atëherë transmetuesi, i cili transmeton hadithin nga Enesi radiallahu anhu, i cili është sherik, thot, e pyeta Enesin: a ishte ai i dyti i njëjti person që ishte ai i pari në xhuman e parë? Enesi radiallahu anhu ka thënë: la edri, nuk e di, domethënë. Për këtë domethënë nuk e di. A ishte i njëjti ose ishte dikush tjetër, domethënë, që erdhi xhuman tjetër dhe u anku se tash janë blloku rrugët e janë dëmtu domethënë edhe pasuritë nga aq shumë ujë që ka. Nuk e din domethënë Enesi ka qenë i njëjti ose s'ka qenë. Kjo nuk lund rol domethënë, po shikoni edhe sheriku rahimahullah se sa i përpikt ka qenë, ka dash me ditë a ka qenë i njëjti ose s'ka qenë i njëjti. Pastaj hadithi tjetër, an Abdillah ibn Zaid al-Mazini قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى
وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين. Dhe Bukhariu thot, thumma salla lana rak'atayn jahara fihima bil qira'a. Tregon Abdullah ibn Zeidi rahimahullah dhe radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë te musalaja dhe domethënë i është lutur Allahu subhanahu wa taala për shi. Dhe këtu domethënë dhe është drejtuar në drejtimin e kiblës. Gjatë lutjes domethënë është drejtuar në drejtimin e kiblës dhe e ka kthy domethënë rrobën e tij. E ka kthy domethënë rrobën e tij. Po i pam domethënë ka disa video në qyzimen imamat e haremeve, Mesxhit e-Nabawi dhe Mesxhitul Haram në Mekë. Domethënë e kthejnë atë xhubën që kanë për sprapti. Se di si më shpjegoj, domethënë u duket kjo mas, domethënë kjo letra që është për shembull për mrena, që tregon numrin për shembull, kur e kthen për sprapti ajo duket pastaj. E kuptu domethënë kjo si është? Barakallahu fikum, kjo është mënyra domethënë se si veprohet. Disa domethënë e çon edhe shimakun domethënë, nga njëra shimaku, kjo pjesa e shimakut këtu e çon në këtë anë, e pjesa që është e anën e majt e çon anën e djathtë. Dhe Imam el-Bukhari rahimullah në transmetimin e tij thotë se si ka fal këtu pejgamberi alayhi salatu sa pastaj 2 recate. I ka fal 2 recate dhe thotë ajo shtesa dhe ka lexuar domethënë gjatë atyre 2 recateve me z. Do thonë leximi ka qenë me z. Pastaj hadithi i radhës an Anas radhiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idha quhita istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu faqal Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina fayusqaun rawahu al-Bukhari. Tregon Anas radhiyallahu anhu se Omeri radhiyallahu anhu kur ka qenë khalifja e muslimanëve, kur ndodheshte thatësi e gjatë, atëherë domethënë i thoshte Abbasit, xhaxhait të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'i lutet Allahu subhanahu wa taala për shi. Dhe ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, o Allah, ne e kërkojshim domethënë shiun duke i thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lutet për shi. Tash e bëjmë një gjë e tillë me migjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra të lutemi na lisho shi. Dhe kjo është domethënë lloj tawassul, edhe përmendet këto domethënë teksti i hadith kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina. Tash e bëjmë këtë tawassul domethënë me Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dhe kjo tregon domethënë se lejohet një gjë e tillë, por kushti është me qenë prej salihin, prej njerëzve të mirë dhe me qenë hayyun, me qenë i gjallë dhe prezent. Se për ndryshe s'kishte nevojë me po të ishte lejume, atëherë kishte shku Omeri radhiyallahu anhu te vari pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe kishte marru punë. Ama jo, ata e dishin se një gjë e tillë është rreptësisht e ndaluar. Tash domethënë Abbas ishte ala i gjallë dhe ishte prezent dhe e dëgjonte Omerin radhiyallahu anhu dhe kërkonte domethënë një gjë e tillë. Dhe kjo thot domethënë edhe Sheikh Zeidi rahimahullah që jehtar li dua ar-rajul as-salih. Domethënë zgjidhet për duan një burr domethënë i cili është njeri i mirë, i devotshëm. Sepse kjo është më e afër domethënë që Allahu subhanahu wa taala t'i përgjigjet lutjes së tij. Shkaku domethënë i afërsisë së Abbasit me pejgamberin alayhi salatu wasalam e zgjodhi Omeri radhiyallahu anhu. Edhe pse thotë Sheikh Zeidi rahimullah se Omeri radhiyallahu anhu është më i miri pas Abu Bekrit radhiyallahu anhu në mesin e sahabëve. Do thonë Omeri radhiyallahu anhu ishte më i mirë se Abbasi radhiyallahu anhuma. Për me gjithat modestin që kishte Omeri radhiyallahu anhu dhe respektin e tij për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bëri domethënë në një gjë e tillë. Pastaj hadithi i radhës, hadithi 501, thot Ibn Abdul Hadi
rahimahullah Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha ra'a al-matar qala sayyiban nafi'an rawahu al-Bukhari. Thotë që Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shihte domethën shi, tu fillu me ra shi domethën, atëre ka bërë këtë lutje. Domethën Allahumma sayyiban nafi'an. O Allah, qoft një shi i dobishëm. Qoft një shi domethën i dobishëm dhe thotë Sheikh Zejdi rahimullah se kjo lutje domethën dhe ky dhikr është domethën i kufizuar për një periudhë të caktuar dhe ajo është domethën e ligjshme kur fillon me ra domethën shi. Kur zbret shiu domethën atëherë. Nëse s'ka shi, nuk e bën këtë lutje domethën. Ose masi që ka ra shiu. Thotë që inda nuzul, kur zbret shiu domethën. Atëherë bëhet kjo lutje, është e ligjshme. Allahumma sayyiban nafi'an. Domethën Allah bën domethën ti je i dobishëm. Po ashtu hadithi radhës 502 an Anas radhiyallahu anhu قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم. Enesi radiallahu anhu tregon se ne ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe na ra shi, na kapi shiu domethën, edhe ajo që veproi pejgamberi alaihi salatu kur filloi me ra shi, domethën e zbuloi rrobën e tij. Sheikh Zejdi rahimullah thotë këtu domethën kjo pjesa e poshtme të këmbës domethën. Kjo pjesa e hoçi pejgamberi alaihi salatu që me e kap shiu këmbën domethën poshtë. Kurse ajo që dihet edhe është transmetuar dhe këtë ka vepruar edhe Sheikh Uthaymin rahimahullah, dhe duket është edhe një incizim është i përhapur që zbulohet domethën kpuçja, mbulesa e kokës, që të laget domethën flokët e kokës ose koka me kapshiu, edhe kjo është domethën që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sahabët ridwanullahi alaihim kanë thënë pejgamberit alayhi salatu kur kanë pasur një gjë e tillë vepron, që nuk e kanë pa më herët dhe ata kanë dashur domethënë ta kuptojnë tamam se pse po bëhet kështu, atëherë u ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam sepse ai shiu është sapo ardhur nga Zoti i tij. Është sapo ardhur nga Zoti i tij. Dhe kjo është domethënë po ashtu mines sunan, që veprohet domethënë njerë kjo lutja që e transmetoi Aisha radiallahu anha dhe po ashtu edhe veprimi që e transmeton Enesi radiallahu anhu. Dhe hadithi fundit është hadithi 503 an Aisha bint Sa'd radiallahu anhuma anna abaha haddathaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala wadiyan dahshan la ma'a fihi وسبقه المشركون إلى القيلات فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا سحابة كثيفا قصيفا دلوكا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقيطا سجلا بعاقا يا ذو الجلال والإكرام فما رد يديه من دعائه حتى ظللتنا السحاب التي وصفه تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم السيل الوادي وشرب الناس فارتقوا. E ka transmetuar Abu Awana. Ky hadith i cili transmeton Aisha bija vajza e Sa'dit radiallahu anhuma, se baba i saj Sa'di radiallahu anhu i ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndalur domethënë te një plugin e zbrazët pa ujë.
dhe mushrikët ja kishin parakaluar aty pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kishin kapur, do të thonë puset e asaj lugine. Dhe gjatë qëndrimit aty i ka kap etja muslimanët dhe janë ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty filloi domethënë nifaku të shfaqet. Dhe disa prej munafikëve kishin thonë, po të ishte me të vërtet pejgamber, siç e pretendon, do ishte lutur domethënë Allahu subhanahu wa taala për shi, si është lutur edhe Musa alayhi salatu wasallam për popullin e tij. Dhe kjo fjalë i erdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, a e thanë me të vërtet? Do thonë që me verifiku, me u siguru, atëherë do më thonë, jo është lutur, i ka ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo është lutur, vetëm lutje ka bërë. Jo është lutur, do më thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, që me ra, do më thonë, shi, dhe ka ndodhë, do më thonë, që ka ra shi ashtu si që e ka kërkuar, ose si është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerëzit, do më thonë, kanë pi dhe kanë shujt, do më thonë, etjen. Ky hadith, Imam al-Dhahabi rahimullah thot, se është hadith maudu', është hadith, do më thonë, i trilluar. Do thonë, nuk është i sakt. Nuk është, do më thonë, i sakt, por Sheikh Zejdi rahimullah thot se kjo është një formë prej formave të istisqa dhe ajo është, do më thonë, që njeriu të përkufizohet, do të thonë, vetëm në dua. Në dua, do të thonë, që të lutet Allahu subhanahu wa taala për me ra, do të thonë, në shi. Dhe kjo është hadithi i fundit të këtij kapitulli dhe në mësimin tjetër e fillojmë bi'idhnillahi taala librin tjetër, Kitabul Janaiz, libri i gjenazeve. Libri i gjenazeve, që është, do të thonë, libër shumë i rëndësishëm për secilin prej neve, që duhet, do më thonë, me i ditë ato rregullat rreth gjenazës, se secili mundet, do më thonë, të goditet në çdo moment në familjen e tij, në të afërmit e tij e kështu me radhë, e në mos ndodhin ato befasitë dhe pasiguri pastaj, por është mundësi, do më thonë, që në këtë libër, Kitabul Janaiz, me mësu rregulla, do më thonë, dhe me qenë, do më thonë, të përgatitur. Edhe me bo një përmbledhje për veten tonë, secili, edhe me pas në shtëpi, kur ndodh një rast i tillë, ti e ke atë përmbledhjen, do më thonë, ato çështjet më të rëndësishme. I e para përgatit. E jo me prit me ndodh edhe pasaj, jo po si ishte hadithi, si ishte meseleja, si t'ja boj, ku t'ja boj, a bon, as bon, e kështu me radhë. E në kjo, do më thonë, këta situatet të tilla, do më thonë, kjo të lodh edhe psikikisht, kjo pasiguria. Ti kur je i sigurt, do më thonë, në dijen tënde, kjo është shumë qetësuese për shpirtin tënd, për veten tënde. Ama kur je i pasigurt, ti do më thonë, lodhesh edhe shpirtërisht. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.